Ishi burgosuri politik dhe njëri prej dokumentuesve dhe mbledhësve të fakteve të krimeve të luftës, zotnia Afrim Caka është me ne në studio dhe do të flasim për fletaresën e lëshuar së fundi lidhur me dyshuarin për krime lufte në Serbi, në Gjakov me Milan Radojqić, për cilin zotnia Caka ka vite që ka folur dhe ka dëshmuar për pjesëmarrjen dhe rolin e tij në krimet e kryera në Gjakov. Atëherë zotnia Caka, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën, kënaqësi është përbashkët. Faleminderit shumë zotnia Caka që jeni sot këtu me ne. Ka shumë vite që ju e keni përmendur Milan Radojqićin si pjesëmarrës në krimet e kryera për dobimin e shqiptarëve dhe vrasjen e shqiptarëve në rajonin e Gjakovës. Si jeni ndjetje zotnia Caka kur e keni marrë vesh konfirmimin që ka një flet arrest ndaj tij dhe 19 serbëve tjerë për krimet e kryera në Gjakovë? Në radhë parë, ai lajmi ishte shumë i gëzuar edhe mirë pritur, pasi edhe shumë vite ka hesht, por ma mirë vonë se hiç. Do të thotë për kriminalët serbo-malezes, bashkëpunëtorët të tyre shqiptarë gjak prishur, të gjithë janë këtu në libër, edhe lista lëshuar për i disa emra janë, sa di unë, por duhet të plotësohet dhe ka emra shumë më tepër, se këta kanë qenë kriminal serial, do të thotë që kanë shku prej shtëpisë në shtëpi, prej lagj në prej rrugës në rrugë. Prandaj lista patjetër duhet të plotësohet. Kështu që Milan Radojqićin e kam përmend që në ditë kur i kam lidh dëshmi tamam. Cilin vetë, zotnia Caka, për herë parë keni përmend Milan Radojqićin? Kur ka qenë Instituti për Lëntimin e Krimeve, instituti parë që është themeluar para sa vite, në kohën e Hashim Thaçit, nuk e di sigurt tash. Atë u përmend, aty i kam çu 4 kopje se ata morën përsipër për mi botuar atë libër. U shtypën 4 kopje Bardhëzi edhe zgatën 2 vjet edhe ai libër nuk e pa ditën kur. Do thotë e morën librin, kishte pas cenzuru, e kamera, e fjali, e këta, do thotë që s'ka kush drejt të ndërhyjë në deklaratat e dëshmitarëve okular. Do thotë, as më pak të fshihin emrat e kriminalëve serbo-malezes që kanë bërë krime në Gjakov. Me çfarë arsyetimi ishin fshirë ato? Këto duhet sfari gjykata ti vërteton. Këto që ishte një koment banal i tyre, edhe unë se pranova. Unë me fjalë thash ju mund të jeni eksperta në lamin e juaj, po jo eksperta në fushën e këtij libri. Se në këtë libër kanë punuar njerëz që në fushës kulturës, librit, që mirën me libër. Tu fillu për Estes Tavilesit, Pajazit Nushit, Agim Doçit, Masar Tavilesit, Masar Zanohet, të gjithë këta akademik profesor doktora, profesor Besim Kuska, profesor Hasan Allati dhe profesor Besim Peni. Dhe zotnia Caka, a ka një dëshmi të deponuar nga ana juaj në prokurorinë speciale për përfshirjen e Radojqićit në krimet në Gjakov? Ne kemi bërë një dëshmi, do thotë një padi me ndihmën e avokatit Teki Bokshi, do thotë 2004 ose 2005, nuk e di sigurt. Prej këtij viti ekziston një dëshmi. Po, dëshmi. Ne atë dëshmi e kemi çuar në Gjakov, ne kemi dërguar në Prishtinë. Edhe për fat keq për çudinë e madhe, këti populli, këti shteti, e kanë kthy mbrapsht në Prishtinë. Edhe mu më thirrë një gjykas për krimet trona aty, tash e mjerisht ka vdek, edhe më thirrë se unë përneshën atë kohë në prokurori, tha, Afrim, tha, mund është marrë denë të në zyrë, tha, kthesa kjo padije që këne bërë në Prishtinë, u kthy mbrapsht, nuk ka vullnet politik. Pra ishte çështje vullnetit politik vetëm? Po, vullnet politik, s'ka vullnet politik, tha, po më sëmqit që ky dokument është kthy në Prishtinë. Do më thëtë, po në Gjakov, desa Prishtina, këta në s'kem drejt, asna me më marrë më aktivizu. Jo dini që serbo-malezes në Gjakov para 10 vitesh, a ma tepër nëse s'gaboj, 12 vjet, i kanë bo padi civile ndaj Gjakovarve. Do thëtë, i kanë qu diko nëse s'gaboj. Të lutëm, adej mësë me për që të sakë 100%, a jenë 3.000, 2.000, kanë bo padi. Do thëtë, mesin e tëve, do thëtë, i kanë përfshi të gjithë shqiptarë që kanë bo krime në Serb. Dhe me asë një Serb në Gjakov s'uvra, do thëtë gjatë luftës. Qështu o dënume edhe në burgën e Nishit që në Gjogat, më akuzu mu për 2 vrane, 3 plagosën a i plagosëri Sërzan Kërsi që ishte plagosën në betejën e Ravecit. Kështu që ka disa anomali të mëdha. Megjithatë, duke parë që në vitin 2004-2006 keni dorëzu padi dhe dëshmi për rastin e Radojqićit, a i kishit humbur shpresa që ndonjëherë do të vinte para gjykatës edhe rasti Radojqićit dhe kishte ishte i dyshuar paktën për krime lufte? Dhe shpresa vdes gjithmonë e fundit. Por njeriu nuk duhet me lënë fatit as rast. Duhet me bëj përpjekje maksimale që të gjithë ata që kanë bërë krime, qofshin ata serbo-malezes, serba, që ata shqiptarë gjak prishur që kanë punuar ata, duhet ndalen para drejtësisë. Ajo të lejohet të tikin në ratisin nëpër Serbi, se të japin deklarata atje, edhe dalin ndaj krerëve të luftës që këtë shkojnë në Hagë, japin deklarata
anti-shqiptare dhe anti-luftare. Dhe duke parë që ka një fletares tani aktiv për Radoqishin, a i niftuar së fundi përsëri nga prokuroria për dhënë dëshmi për këtë rast? Besë i herë jo, nga prokuroria s'jam ftu, por mu njoftoj një hetues nga Prishtina, edhe më tha frem për herë, tha, është ngrit padia ndaj Millanit dhe disa të tjerëve. Unë i thashi, ka qenë mirë me më thjesë, unë e kom pa ata dhe ka pa dhe Floria Dyla dhe gjithë ata tjerë, por më mirë thash, kanë dek disa, ase që më konë më të mdhejse, unë dhe më të rritu se unë, që e kanë pa. Sa dëshmitar aktualisht janë gjallë e që e kanë pa Radoqishin? Unë e Floria Vetëm ju dy? Po. Gruaja jame se kanë gjohë, se ishte re, disa të tjerë të mallës ishin më të rritë se unë, Radoqishin e kom njoftën për shak nga ona babës vetë, se baba i tij ka punu në grejnë e reklamatori. Ky ka pas 2 gra, nëna grua kom mësu ma vonë që ka punu në grejnë e reklamatori si gjithë bërse, gruan tjetër ka pas të rruga Dibronve. Më thonë, aja ka qenë, më thonë, rrezik potencial për atë lagje. Në atë rrugë të jo dini që rrugë Dibronve im rradi këja 7-8. Me 13 marse, me sa dita, se këto e në krete... Po, dhe si e kujtoni rolin e Radoqishit ato ditë? Ato ditë kur ishte bërë dëbimi shqiptarëve? Kujtoj që unë e ka ardhi i armatosën këtu, i veshëm me rroba policore, të kamufluar në ngjyrë të kartë, me kapela, ka pas automatik, pistoletën brez, shokët e tij në krah kanë pas edhe raketa dorë zolla, edhe pajisën me thikat gjata dhe të shkurta. Dhe më thënë, Radoqishin e kom njohë si për të pa ty përpara këtu, shumë mirë ka njohë edhe Floria Dyla. Edhe Floria në momentin rruga frem tha kujdese, tha që tha Radoqishi. Atëherë unë, se me babën e tij kom punu, ja 15 vjetë, 20 vjetë kom punu në grejnë reklamatori, po ma betë kem pas. E baba vetë ka qenë, kur supremimu kushtetuta Kosovës, e ka qenë i aktivizu në polici, dhe më thënë, është aktivizu. Edhe çdo takim që bëjshin fabrikë për demonstrata ose për peticione për këtu, më njëra policia dhe e ka edhe do më nëpërmjet tij edhe shumë tjerë, të gjithë në libra këtu tin. Edhe a ditë si e kujtoni, a ka pasur shqiptar të vrarë cilët i keni parë për cilët ka qenë i pranishëm edhe Milan Radoqish në ato dëbime, në ato vrasje? Do të si ka ndodhur? 10 maj, për flasim për 10 maj, do të thotë orë dhe partë me gjesim, me të thëmë 4 gjysh, ashtu si shumë informuar nga dëshmitarët okular, rruga jonë, lagja në ishte blokuar në 2-3 parë rrath. Rruga Baremcuri, rruga me Taç Fashri, edhe rruga Qabratit, edhe rrugë të tjera ishë blokuar totalisht. Unë me thonë vërtetën isha në shtëpi në katin e dytë, katin e sipër në shtëpisë me gruan me fëmijë. Pashë kisha 5 vëgjël, dhe ishin pa fuqishëm ata, qikën e madhe kisha 5 vjeç, qertë ishin ka binasht e parë 2 vjeç, binasht e 2 3-4 vjeç. Edhe krismat e mavra dhe lërimat e britmat e shqiptarëve që vrecin në zgjunë. U ngritëm në komë dhe nuk shkrej 1 minutë 2, gjitha të vrasje bon për pak minuta. I kanë vrarë në shtëpinë e familjes Murina. Dhe kujshi doneve. Dhe i kanë mbledh aty, i kanë mbledh 56 vetë, i kanë mbledh aty. Në vërtet, ju 56, po 53. Plus në rrugë kujshi me, pastaj bje krejt 56. Do të thotë, edhe më njerë dole më fotën në katin, më fotën banes aty, thujnë 2 milion, shkatrun vjedhen, morën da para da soliari, edhe dole më rrugë aty, marrën laun, mu grushtu me grushta, laun në shtuve, më ndimit që hime në lad, hime një 12 vetë në lad. Edhe dole më rrugë, pasi pa me disa tjerë. E pam Sava Drashkovicin, Laza Sava Drashkovicin nga fshati Stop Komuna Klinës, i pam 2 tjerë, e pam Marem Ibrej, këtë që vëdel tash që është të banjun në Serbi, disa tjerë, edhe unë nalëm të shtëpia Mamet Dyles. Dere Mamet Dyles ishte hapur. Edhe të mrena shtëpis ishin 2 musafirë, Cendervi Shajdar dhe Isa Lokaj, ishin musafirë. Ndjeri Muhameti hinë mrena për një marë qoshtin për nipat edhe mbesa që i kishë. Edhe kur hinë mrena aty edhe nipa 2, i përshkatojnë ata 2 mas pari, i Cendervi Shajdar, në përshimon e shkallarve. Në barë cena që është i plagosur, dhe arri poshtë, për mi rëbeshi plumave shku edhe një dhe 15 metra atje. Ndërko që Muhameti hini ndërko mrena për mi marë ata dhe të dera, dhe më thë të dera o borit kërësor e kanë ekzekutu. Dhe më thënë, aty ndëgju fjallet kur kanë thonë, kur Muhameti ka thonë Jusuf Rizë Shujaki, pse bej Jusuf
do të tjerë, mase ka një lërita, do të ty me të vërë dhe su shkunim një kemi një breshinj automatik. Masi Flurja me grunë e mamjet e me disa tjerë në orë dhe kanë pa, në më thënë, kofomen, pas 2-3 dite, cila kondërmon të herë, edhe ishte mbushur me do të shpedi. Ki ishte një gjendë një randë, ishte kërru brenda ti një pjellë zemat gjaku, edhe sot në shtëpinë e Mametit shien plumat e vrasjes, kur bo vrasja këtë në dëve mësafirve, janë në ullës të ujit edhe në rrët zitit, ato nuk i kanë prejk, i kanë rujt, do thotë. E i kom fotografu, bes me shprej, si mërna javës dhe libri, shien dhe fotografit ati botijen. Pas e filloj kalvari drejt rrugës, në ndalën të xhamia, aty në zbetëm nga makina, aty pa më dhe 2 policë tjerë, që do thotë që bëjshin roj aty, se kish, në tane onë, kish, çdo 10 metra, kish ka 2-3, edhe ata ishin Gjakovës. Njeni për tyre ka punuar në Virgjini. Tjetëri ka punuar më doket në lavërtari në Renik. Edhe kështu, ata ishin të armatosën, një shpija të ofër familjes Lyta, ato ishin dakshin qitë një tytë mitraljozit rëndë, edhe aty ishin marejtarë, të nështin disa zone dhe disa britma fermesh aty, edhe kuptum që aty ka dishka të meshme të ndohet. Pas e hymë në kerë, dolem deri qendra e qytetit, dhe në qershin e vjetër, të shkolla të fakulteti Fëmija Gani, përpara ka qenë Baremcuri, edhe aty në ndane policia, edhe pam disa shumë policë aty, rrugës, pam edhe shqiptarë që ishin në bashkangjit, patrolin rrugës, dyqanet akoma ishin duqit flakë tym, dhe më thënë Gjakova ishë shëndru flakë tym, dhe më thënë ishte dita e tokës e djegur, edhe kështu mund të shuj. Edhe vazhdojmë dhe të ura Islam Begut, të ku dhe vëllapashdojnë, të ku është vëra Majar Pasha, edhe aty në zbetën ka makina, aty më ngushtun mu dhe shkel me dosi, pas e vëllaun e rrajen, vëllau hinin makinë, mu më dalen, unë i kisha 2 fëmijë të vogël në dorë, bineshte mëdhej, do thot 4 vjeç ishin, i thash grus, kjo në konë dorje, thash Allah të mite. Po. Dhe, e dim, zotin Saka, që është shumë e vështirë të rikujtoni gjitha këto momente të rënda, po me gjithat për këtyre emrave cilat janë publikuar në fletaresin që është publikuar, a njeni të gjithë këta persona, a njeni të gashën që përsëri... Dorën e kanë bo 4 vetë. 3 për tyre kemi identifiku, një jo. Mëzaj, si shkoni Gjakovës, edhe të 3 i konë fotografit. Pra janë të gjithë nga Gjakova. Njeni për tyre është arrestu, Dragan Rashić. është arrestu edhe jem dëshmitar në prokurori. Besoj që këto ditë më thirrin. Jeni dëshmitar për këtë rast? Për këta dhe për Jusufin kam e do në gjërësim. Prokurori o kry, tash jem në gjukatën për këta. Dhe më thonë, pra e duqishin, duhet të hapet kallëzimi penal, jo për 3 vetë aty që ka vra, po për 56 vetë që në vra. Se kretë që e rrugë, kretë që ta policë, shka këshin vra, kishin zdirë poshtë, edhe në rrugë të në atë. Ishin përfshi familja Babovicve, Shqepanovicve. Do, malazet se kretë që janë këtu, tash më hemë nësë më kujtohen, po kryesori ishë kë Milan Radojić, edhe Sava Laza Drashković nga fshati Stup Komuna Klinës. Kjo sot është policën Jagodin. Jagodin. Edhe shumë policë tjerë, shkonin Jagodin punojnë, do janë në Kraleve, do në Vranje, do asi, do kësi. Edhe ata janë sot aktiv shumë, si Lazin Shqepanović, 2 Lazin Milani edhe Dragani, janë pëndzirën ata, edhe ju kemi gjithë në cilin qëtët banjojnë ata, fotografit ju kom që ndarë me familje, ta me gjithë fëmit, me gjithë edhe vajza që kanë pas trita në bi moshin 20 vjeqare, që kanë qenë në shkollë me një në shkollë mezme, kanë bo krime. Që e logje kanë qenë të merë, në 2 prill, ku i vranë bi 25.000 aty, vranë Caka, Vesa, Nuqi, Kuqi, Deda, Hoxha dhe shumë të tjera. Mesin gjithën aty në vrave ka shpëtu vetëm Drejnë Caka. Drejnë me diploma, për fatë mirë, e ka qu rrugës Ogjaim, edhe rrugës e kanë dalë ty mirë Sasha Rajqević. Ka thonë, la ko këtë gjalla, për duke dhigu më mirë vra. Dhe thonë, me gjithë se këta kanë qenë pa maska, edhe këne për balë shë ishin, se ta ishin rështu ka ona ka shpija gjëgjaj tim. Edhe aty agrëna gaftë si do tjeri kanë gjohë krejti, kanë shku me saksi janë atë mbjena se kush ishin. Do thonë, kreqat ha sërbë ishin banor këse i lagje, këse rrugë. Vetëmin gjatë që duhet të përmendi është motra e këti policit. Delish, nëse më e mësin, qëtu një sekundë. Po? Që? Cili
Ishte roli i saj? Roli i saj ishte shumë pozitiv. Vllai vet ka marrë pjesë në krimet e ne, në 10 maj, dhe vllai i saj me 2 prill ka marrë pjesë në krimin në familjen Caka Vjesha. Të motra vet, tha kom qenë unë mrena në shtëpi. Mrapa shtëpisë i nërta nga gjëtia e gjatë që ka bo bi shqiptarit, që ndonë me kalle, me djeke, me vra. Edhe aty në mbledh 6 veta për mi da pasurinë që kanë pas. Edhe kjo motra vet e kanë di rastin, dhe u shku që shtu duhet më kun, që falë motrë veç pak. Që kjo që është, se ka pas edhe njerës mirë mrena në atyre që kanë bo, edhe o njëte në familja e femilleshit, të cilën e vrajnë fëmin edhe grunja vrasin. Edhe e kallin shtëpin. Do të thëtë i vrasin, i masakrojnë, pas të i djekin për së gjalli. Të dhonë shpirt. Edhe i thëtë, amon ikni se s'jem gjendje unë e mjë mbrojt. Ikni se nima vlaun, në dhonë. Edhe kish pas besi, du me vlaun që më të lutë me si se këtajt malë si unë s'kanë bo keq. Do thëtë atë abonë. Din me emen, mbjemen, janë diku ja 30 vetë që në shinu me emen, mbjemen, në libër gjithu. Edhe shumë pili gjeja në ato. Disa për tëve... Sa i përket Radojqishit dhe grupit e ti, tani, si do të përshunanit ju para prokurorisë në rast se nesër tireni për dëshmitarë si urdhërdhënës, zbatuesi urdhrave, apo cili ka qenë roli ti të pak të nga çfarë keni parë jo? Unë, kjo atyre në atë mosh ishe 23 vjeçar. Se kanë besu. Disa në media kanë kundërshtu si ka qenë i ri. A i s'ka qenë i ri, qëto kamat sindikatin e lindjes, do thot 23 i ka pas. Grisht i vogël. Në gjako janë mobilizu që nga mosha 15 vjeçare dhe në moshën 80 vjeçare. Moshën 80 vjeçare ishtë drejtori shkollës fillore Minderakut, emen bjemen e kom liber këtu, e ka rëstu Brana Liaugën. Në thot, të Keko, në që mi thonë, pagun ato para të rrimës që i ka ik masakrës familje Sharani, që vranë me 10 maj, ka shpëtu brejgjim. E ka marrë rrugën të ashtë mosru, dikon aty kanë rëstu, kanë pru me mu, do thot e morëm kalvarin drejt. Po, dhe në basa asaj që po thoni deri më tani, a konsideroni që ka mjaftueshëm prova për Radojqishin dhe grupin e tij për të ngritur takues për krime lufte? Sa dush, të vdekurit. Ju jeni të gatshëm, ju si dëshmitarë dhe dëshmitarë tjetër për dhënë përsëri dëshmitë që në këtë rast ngritet ata takues apo jo? Besoj që dhe Flurja, pasi që është e palevjesme, po vetë dijen e ka të plot, intervistin e ka bërë nëpërmjet monitoreve kështu. Edhe të vdekurit nuk gënjejnë, do thotë ata e kanë vrarë këta. E ne dhe kemë pa gjithë ata se gjithë kanë qenë gjakovarë. Gjithë banimet e kanë pasën qenë në shtetit. Çdo ditë mi hasë me këta. Josef Rizë shuja këshemëll për të marë. Ka punu në post. Baba i ti ka punu oficir në kazerë mështërake në Gjakov. Ka qenë mobilizu një armatosën. Do thotë që banesëm ka qenë Radojqishi me banese. Ka qenë kë, do thotë ka qenë të mirri i banorëve. S'kanë gëzu me levi, s'kanë gëzu me qup perdët, s'kanë gëzu me dal jashtë. Do thonë, kanë përdorë gjitha metodat e dhunshme. Aty për fat keq, në atë rrugë ka qenë e vendosën edhe Dora Zez, e cila ka marrë pjesën vrasin e doktor Izet Himes, me 24 mars. Viktima, por me kujtim dulli që kanë ra. U kalë qashia dhe kanë djekë. Doktorën e kanë cuptu, copa kanë bo. Kjeri ti është gjetë në banesa ka qenë Radojqishi këta. Po mesin e këtyve, s'përmend në emnat, 2 i kanë njoft që kanë qenë në shtëpi. 2 të kanë një emër. Bjemnat të ndryshë. Dhe të gjitha këto faktet cilat përveç se i keni faktua dhe dëshmua dhe përmes mbledhjes fakteve dhe në librin e juaj, a i ka dhe prokuroria gjitha këto dhe si jeni ndje që pas luftës e keni pa Milan Radojqishin është titur branda Kosovës deri sa arritit a rapisaj? Une 2 vëllimet e minxerë kom kushtu dikuja 18 vjetë. Libër me plot dokumente. Pra 18 vjetë? Nga dora parë. Mas parim hinë atë shpi. Mundem përpjeki për të mbledhur të gjitha këto, po. Atje, kërë në atë shpi, për shemë kërë është zhduk, s'ka mjetë mo kom një reo aty, e kom vetë kujshit. I kam përshkut dramat ato. Dhe me thonë, argumente ka së të dush, po dha shprendia që vullneti politik, drejtësis tjetë shumë aktiv, edhe jashmë. Ta nuk ka gjëkon për 1.000. Po ka gjëkon për 4.000 sa shpi që i kanë djekë, që kanë dëbu gjysën e Gjakovës, që kanë reja, kanë dhënu, kanë bo. Duhet me dhonë përgjësi. Ajo më bona hasaro se më shëndru në ata që i kemë si defekt genetik arresin. Në qërë sërë qëfar kallëzime penale bërë në Gjakov, 3.000 kallëzime penale kanë bo.
Ndërkohë sa ka tjera kallëzime nga ana edhe pa di nga ana, sidomos se Sa dush ka, po. Edhe të tjerë Qindra, ka qindra, apo jo nga ana juaj. Ka edhe të tjerë. Është Fata Gjibiqiri që ka shkru. Edhe ka shumë dëshmi, ka që kanë mbledhur, do thotë, ka emrat që kushin marrë pjesën me edhe në Kronicë. Në tek sa që kanë fut me në Kronicë. I kanë fut disa dëshmi të forta që kanë shpëtu nga e masakër. Me. Dhe me thonë, kje argumente sa të dush. Veç ai që është i verbert, e që i shordhet nga trut, ai thotë jo s'kan bo. Duhet me ditë që të vdekujt nuk gënjejnë. Ata duhet përgjigjet dikush për ata. Dhe zoti Saka, si shihni vendimet deri më tani? Sa janë meritore vendimet për gjitha dëbimet, vrasjet, sa i përket rajonit të Gjakovës? Jeni proces në 2 gjykime përmendet, në 2 raste, apo jeni proces të dëshmitarët, si po ecën procesi edhe si jeni duke parë? Është Gjakova, një meja Kronica, ose meja në Kronicë di 545 vetin ra. 14 vra, me datën 14 prill vra 175, 365 vra me datën 25/7 tash. Është Gjakova me 100 vra, ma shumë të djegmën e të përlunit, pas edhe Dubrava. Tu 3 elemente, 3 janë kyçet që duhet këtë shtetë më qunë kom. Ka edhe, është edhe Rëqaku, është edhe tjeta, se tash mësi marrë gjitha me kuj. Për nuk duhet më lidhë tash të vetëm një rast që ka ndodhë, me arru Gjakovën, me arru mejën e Kronicës. Meja e Kronicës si më konë kapi për shëndrimit. Gjitha tajnë ra për 1 orë, 300 sa vetë për 2-3 orë. Unë thash në shtëpinë e Mitra Rasanit në ra 110 për jeri, meja e Kronicës. Shihet aty kush është vrasës, edhe shihet qëta shqikën e kanë arrestu për shpionash, mës t'ja përmendë jamin, për shtikë që arrestu. Ka dhe tjerë, me emna mbjellë, fati ka dhe emna që tjerë që unë si kom liber, fati ka. Kush ka marrë pjesën me në Kronicë. Dhe ka ende dëshmitar që mund të ofrojnë dëshmit e tyre? Po, që ashtu ka. E do më thonë, unë e më hi diku 4.000 sa shpi, dhe ku më rejt për nëzirë një liber diku 1.300 faqe. Kjo është, me të ka zu drejt 1.070 faqe, ta është bo 1.300. Ka dokumente sa të dush, në qoftë edhe një vrasje, duhet përgjigje dikush, edhe ma më 100-100. Nësë përflesh për ato zërat e femërve, që pjesa ma shëmtuar këti shteti. Dhe që jeni gjithashtu dokumentues edhe i kësaj pjesë, apo jo, dhe jeni duke mbledhur për ta botuar një libër edhe për këtë pjesë, apo jo? Edhe besme shprej se du të del një kalor si Skënderbeu me botu dhe tjetën. Kështu që historia që në shurë të harrohet. Nga rrëtë parë duhet të kthejmë kokën pas, dhe jo për të rinjallë atë kohë, veç për ta kujtuar se që ka ndodhë. Dhe për të mos harruar që ka ndodhur. Atëherë zoti Saka, ju faleminderit shumë për rrëfimin e sotëm që sonë. Faleminderit. Dhe pas kësaj bisede tani është koha për bllokun e lajmeve të botës.